Nuk ka sens. Të paktën 1900 hoqë me vendimin e gjykatës së Janinës. Vetëm 1900 persona. Pra mbi ç'kriter? Lutem. 1900 të dënuarit në mënyrë ta janë dënuar në atëherë ju hoqë nga gjykata e Janinës dhe duhet ta themi këtë fakt që në 71-shin ajo vendimi i gjykatës së Janinës ka rënë poshtë, po do ta them pak më vonë. Pjesa tjetër nuk është hequr fare me këtë gjë, është hequr me një ligj të vitit 1948 të shtetit grek që thotë që çdo kush i cili lë territorin grek dhe nuk kthehet brenda 10 viteve, 5 viteve, 7 viteve, më fal, eksaktësisht, në territorin grek, humbet shtetësinë dhe ju konfiskohet prona. Pse nuk ktheheshin? Ta mbaroj pak. Kjo ishte në kuadër të luftës civile në Greqi. Dhe me këtë ligj e kanë ngrënë, më falni për shprehjen, shqiptarët, slavo-maqedonasit e Greqisë dhe partizanët grek. Në vitin 1981 ka një ndryshim ligjor në shtetin grek që thotë që pra ky nuk është bërë vetëm për shqiptarët e Çamërisë, ky ka qenë ta mbaroj pak. Në vitin 1981 është një ligj i shtetit grek që thotë të gjithë efekti i këtij ligji, ligjit vitit 1948, pra heqja në shtetësisë dhe pronave, bie poshtë vetëm për ata të cilët janë homogjen, që është pra me kombësi greke. Pra tani në këtë situatë dhe do nisem nga ajo që thot Curi. Pse jam kundër komplet? Jo, një pyetje këtu brenda kësaj. Në 1948 nuk lejoheshin më popullsia të kthehej, jo, nuk lejoi më të kthehej në Greqi. Nuk lejonte më Shqipëria që lejoja shteti grek nuk lejonte, ishin shteti grek nuk i lejonte. Armët në kufi. Po në 53-shin pse ju hoq kombësia? Më lejo të futem tani pak tek pjesa dhe të flasim studiues si marrëdhënieve ndërkombëtare. Jo, pse ju hoq 53-shin? Në 53 nuk ju hoq gjë, ju hoq nga shteti grek 48-ën. Enver Hoxha ju a dha masivisht në blok shtetësinë shqiptare që për mua ishte gabim, sepse duhet kishin statusin e refugjatit ende. Dhe duhet të futem pak tani te pjesa e ju a dha me detyrim, pra ju hoqi kombësinë, si ju hoqi shtetësinë greke? Se ju hoqi shteti grek me vendimin e 48-s, me ligjin e 48-s. Kishte kaluar afati 5 vjeçar dhe ju iku shtetësia greke dhe Enver Hoxha ju dha në blok shtetësinë shqiptare me vendimin e 53-shit. Po të lutem do të sqaroj pjesën juridike me aq një orë bazike. Po kishte drejt ta bënte në blok këtë gjë? Jo, sepse nuk jepet shtetësia në blok. Rasti i grekëve të Kipros që jetojnë në Greqi janë në sot kësaj dite me dokumenta refugjat. Nisim njerë çfarë është çështja e Çame. Për çfarë është çështja e Çame? Të mos futemi në historicizëm, po sepse historicizmi është i gabuar, po nga ana tjetër kur flasim për histori, pa u futur në historicizëm duhet citojmë dokumente dhe prandaj më bezisin këto idet, një ushtri pa emër, një drejtues pa emër, një prefekt pa emër, dhe prandaj ishte kundërshtia me zotin Barka, po për të futur në thelbin e gjës. Çështja e Çame nuk është çështje pronash. Nëse trajtohet si çështje pronash, ne jemi në kundërshti plot me ato që kanë trajtuar parësit tanë. Nëse ne i futemi që çështja e Çame është thjesht rikthimi i shqiptarëve të Çamërisë në trojet e tyre, ne kemi pranuar që Greqia na ka mundur si shtet, sepse çështja e Çame në vitin 37 kur u zgjidh ishte hapja e shkollave shqipe, dhënia e të drejtave të pakicës dhe drejta kishin 37 këto drejta? 37, por prandaj duhet për një moment. Ja ku e kemi nxjerrë dokumentin. Sa në kohën e Zogut pas kanë pas 37-ën u hapën shkollat shqipe në Çamëri, u lejua e drejta e etnisë shqiptare që të regjistrohej në census në Greqi dhe dalin në census shqiptar, musliman dhe ortodoks të asaj krahine, dhe ata kanë të drejta të plota për të zgjedhur. Dhe kur ju thash rastin e kryetarit të Këshillit të Bashkisë Paramithisë që ishte shqiptar, prej kësaj është. Tani, nëse ne sot kthehemi që drejta e shqiptarëve e drejta jon kombëtare është të kthen pronat e Çamit, atëherë ju them unë që mua s'më intereson fare si çështje. Pse? Sepse s'është çështja ime si shtetas shqiptar. Unë si shtetas shqiptar e pastaj gjitha përkatësitë e mia tjera jam interesuar për interesat kombëtare shqiptare. Cilat janë këto? Ti po flasim politikanë. Jo, po flasim shtetas shqiptar.